Për interesimin e studentëve për Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, do të na tregojë më shumë kolegu jon Enver Gashi, të cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje Enver. Përshëndetje edhe ty dhe gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Kosovës. E përmendë që vërtet Fakulteti Juridik tek Fakulteti Ekonomik dhe Juridik, ashtu siç e njohim, gjithmonë ka pas një interesim shumë të madh të rinjve që të studiojnë këtë fushën. Por si studiohet dhe sa ka interesim dhe për çfarë ka interesim, se natyrisht ndër gjenerata çdo herë ndryshohet dhe çdo herë natyrisht për të mirë dhe lëndet, por edhe gjeneratat e profesorëve tani më janë ndryshe në raport me para 20 vite ose edhe më shumë. Kemi nderin që profesorin Navdi Puka ta pyesim dhe ta zhvillojmë faktikisht që tim. Profesor, fillimisht mirë se erdhët në emisionin Pasdites. Mirë se erdhët në Fakultetin Juridik, faleminderit për prezencën. Patëm një bashkëbisedim para se të fillojmë kështu bisedën, edhe tregova që gjatë 98-s pata regjistru mjekësi në Fakultetin Ekonomik dhe Juridik. Edhe natyrisht asnjëri nuk e përfundova, shkova diçka komplet tjetër. Në atë periudhë kohore juridiku jo që nuk është respektuar shumë, por gjithmonë është marrë nëse nxënësit e mirë nuk janë shku me një fushë të caktuar, posaçërisht në atë kohë mjekësi, ka qenë si alternativë dytë juridiku dhe ekonomiku. Sot qëndron ende apo është përzgjedhja e parë e shumicës studentëve juridiku? Për fat mirë, nëse ju e prezantoni një kontekstin historik, është ka qenë e rëndësishme për popullin e Kosovës edhe para shtetit që ka pas fakultet juridik në vitet e para Universitetit Prishtinës, në vitet 60, kur është hap një prej shkollave të para, edhe vazhdimisht ka pas sfida, po ka pas edhe arritje. Ky universitet, ky fakultet juridik ka formu prokuror, gjyqtar, sidomos pas lufte të tjera, edhe është dimension base kulturor ka qenë një kohë që mbase të zgjedhje e dytë, mbase e tretë, diçka e tillë, por se si është sot, ne mund të flasim edhe me fakte, edhe me rezultate që janë të matshme, të prekshme, qoftë nivel këtu, qoftë nivel ndërkombëtar. Në 4-5 vitet e fundit, Fakulteti Juridik ju ka nështruar një reformë të thellë prej kurikule, që sot ka një program të studimeve themelore që është bazë, është një garanci e formimit të juristëve të ardhmes. Është e krahasueshme edhe është ndërtuar në bashkëpunim me shkollat më elitare, Fakultetit Juridik më prestigjioze në nivel botror, që sot, 4-5 vitet e fundit, janë në mënyrë permanente të përfshirë në ligjërim, janë përfshirë në programe dhe master në gjuhë angleze, janë pjesë afiliojnë me Fakultetin Juridik. Edhe sot mund të them me bindje që Fakulteti Juridik prezanton një shkollë juridike elitare, jo vetëm Kosovë, por në rajon në tutje. Dhe këtë e bazojmë në rezultatet të stafit të ri që ka ardhur, e bazojmë në rezultate ndërkombëtare, në publikime, po mbi të gjitha ajo pjesa kryesore që është në mundësitë e shumta që ka të kalu vendet e rajonit, shkollat juridike të rajonit për studentët. Për shembull, është shumë e rëndësishme kjo. Mbase sigurisht arsyeja pse ekziston një shkollë, një fakultet juridik, janë studentët rrëmpar, dhe studentët e fakultetit juridik sot prej vitit parë tuti përfshinë një program që përveç anës didaktike, teorike, zhvillohen nga fillimi shkallësitë praktike, duke ndjek modelet e shkolla më të ranguara në botë. Modeli klinikave ligjore, për shembull. Qendra për studime klinike që është themeluar, ku në 3 vitet e fundit janë të angazhuar në fakultet juridik prokuror, gjyqtar, avokat, që punojnë me studentët në klinika ligjore, në zhvillim e shkallësive praktike, një model që mund të themi ka qenë fal bashkëpunim kryesisht me universitetet amerikane më shumë, po edhe evropiane, po që sot është një shkollë, një qendër model, që i ofron me tregun e punës. Pastaj një komponent shumë e veçantë që është dalluese për Fakultetin Juridik në vitet e fundit, janë garat ndërkombëtare. Fakulteti Juridik i ka integruar në program, si pjesë integrale të kurrikulës, 3 garat më prestigjioze ndërkombëtare të studentëve drejtësisë. Dhe si duket, po kanë sukses. Sukseset jashtëzakonshme. Në çdo vit dhe nuk ka qenë diçka e rastësishme, themi para 3-4 viteve, apo sepse në vite kjo vazhdon. Si gara për shembull e Nuremberg Moot Court, sot ishin përgatitje
Besoj do të keni rastin dhe të bashkëbisedoni me ekipin e vitit tani, që pra një javë janë kualifikuar në rundet finale në Nuremberg, motokor, që është simulimi i gjykatës penale ndërkombëtare, në mesin e 40 ekipeve më të mira nivel botror. Dhe kjo ndodh 4 vitet e fundit në vazhdimsi. Edhe në 3 vitet e fundit, vetëm i fakulteti juridik, ekipi studentëve të fakultetit juridik kualifikohet nga krejt fakultetet e shumta juridike në Ballkan. Profesor, nëse përpara është identifikuar fakulteti juridik me numër shumë të madh të studentëve, sepse asnjëherë s'ka vujt për numrin e studentëve, sot si është gjendja? Vinë më shumë, vinë më pak, shihet që brenda këtyre viteve të fundit cilësia është ngritur shumë më shumë se sa që ka qenë më përpara, por tani me ngritjen e cilësisë bëhet edhe më vështirë, njerëz edhe frikojnë që të vinë, ta studiojnë, ta sfidojnë veten të quajë ashtu brenda universitetit. Si është gjendja e interesimit të rinjve për të studiuar? Interesimi të rinjve mbase mund të jetë sa transmetohet të rinj të gjimnazet, të shkollat e mesme, se çka është shkolla juridike, çka ju mundson fakulteti juridik. Dhe mund të themi që padyshim që është në vendet me prosperitet, me standarde të larta të sundimit ligjit, të mirëqenies, vendet që ne aspirojmë, jo rastësisht shkolla juridike është prioritet kombëtar. Edhe ne në atë drejtim sot në fakultet juridik, nëse flasim nga viti 2 të tutje, ke student të jashtëzakonshëm, që jo që janë krahasueshëm me student më të mirë të shkollave më prestigjioze botërore, po janë edhe më të mirë. Edhe jo vetëm që studiojnë për një diplom, por studiojnë me pasion. Edhe mundësitë që ata i kanë janë shumëta. Këta, sidomos pjesa që janë të klinikat ose të këto garat ndërkombëtare, për shembull, që në kupton në përmenda Nuremberg Motkor që është në Gjermani, në Nuremberg, gara tjetër që është në drejtë ndërkombëtare publike në Washington DC, në Shtetet e Bashkuara, apo për arbitrazhin në drejtën komerciale në Vjenë. Në gjitha këto, përveç pjesëmarrjes, ka pas edhe rezultate që ka promovu shkollën juridike këtu si një shkollë elitare. Gjithë ata studentë që përfshin këto aktivitete për te programit bazik, padyshim që kanë mundësi të shumta. Nuk ka asnjë dilemë që shumë prej tyre sot poshtrojnë profesionin nivele të larta, qoftë Kosovë, qoftë në zyre ligjore, qoftë në institucione ndërkombëtare, që është diçka shumë e mirë edhe shumë motivuese për shtetin e Kosovës. Natyrisht gjitha këto e bëjnë atraktive, bëjnë për një tri që dëshiron të vitë studioj juridikun, por çfarë studiohet brenda fakultetit juridik? Cilat janë ato landet kryesore dhe natyrisht në gjatë bashkëbisedimit potencove që tani është edhe profilizuar shumë prej aty në drejtimeve janë më shumë të profilizuara se sa që ka qenë më përpara. Marrëm shembull drejta ambientit ose si quhet. Do të thonë pse bën atraktive edhe cilat drejtimet brenda fakultetit ose land e bëjnë më atraktive juridikun për një tri. Mase nuk përgjigja në mënyrë plotë edhe në atë që u përmend numri, sepse nuk ka në fakt në vitet e fundit nuk synojmë për numër, synojmë që edhe besojmë, edhe në vitet ka pas një rezultat tillë që më të mirët e më të mirëve të jenë pjesë e fakultetit juridik, sepse edhe mundësitë janë të shumta. Një nga gjërat është reforma kurrikules që përmenda në fillim fare, që mundson të studiohet dhe të formohen në aspektin teoretik e didaktik në fushat që sot janë të kërkuar nga tregu i punës, qoftë Kosovë, qoftë tutje. Pastaj në fund ka edhe një profilizim. Paralel me këtë është pjesa shkatësive praktike, që përveç anës teorike, ne kemi që përmenda një qendër me avokat, prokuror, gjyqtar, që një model tillë, ju them me shumë përgjegjësi, nuk e gjeni as në rajon as në shumë shkolla në Evropë, se është punuar intensivisht në vite. Pastaj pjesa ndërkombëtarizimit e forumeve që studentët ju mundson mu përballë, themi, me pa nivelin e kolegëve tyre në nivel global. Dhe kur këtu jemi shumë përpara universiteteve që kanë një traditë me qindra vjet ose me shekuj, është një diçka që inspiron të rit. E rëndësishme sot është që të rit që kanë mbaruar nivelin e mesëm, veç ta kuptojnë çka është përmbajtja, dhe të kuptojnë që është një profesion fisnik, një shkollë juridike elitare që jep shumë mundësi. Është përtej çdo gjenerat pothuajse është tani në nivele me mundësi më shumë. Shumë do literaturë mbrapa, tash pyetja vetveti ju vjen që çfarë literature përdoret.
kemi literaturë vendore të mjaftueshëm, kemi përkthime të mjaftueshme, punime të mjaftueshme. Natyrisht këto gjeneratat e reja pothuajse të gjithë tani e zotrojnë një gjuhë, posaçërisht gjuhës angleze. Jeni mirë të përgatitur në aspektin e literaturës, posaçërisht krahas me botën se çfarë po ndodh në fushën juridike. Sigurisht, trendi që është sot, studiot të shfrytëzojnë edhe burimin në gjuhë angleze, apo në gjuhë italiane, apo në gjuhë tjera. Madje ne edhe ofrojmë nivelin master, për shembull, 2 programe në gjuhë angleze, që janë programe unike, ku janë përfshim përveç studentëve vendor dhe studentë ndërkombëtar, tregut që qëndrojnë në Prishtinë, për çdo land është ka një bashkë profesor ndërkombëtar, kështu që literatura dhe burimet janë ato që shfrytëzohen nga juristët gjithandej. Po natyrshëm te fakulteti juridik për studentët e studimeve themelore, bachelor, është literatura në gjuhë shqipe, është mundësia qasjes, domethënë tashmë elektronike në aktgjykimin, vendime e tjera, edhe këtë që përmenda, paralel studentët ju jepet mundësia në vitet e fundit që zhvillojnë në shkatësitë praktike, të bëjnë holimtim, përgatiten për me draftu shkresa, vendime, në mbikëqyrjen e prokurorëve, gjyqtarëve, avokatëve, edhe ekspertëve dhe profesorëve të fakultetit juridik. Domethënë që juristët që angazhohen këtu punojnë me studentë, edhe bëjnë atraktive, edhe janë jurist karriere që eksperiencën e tyre e bartin drejt për drejt në pjesën e qendrës për studime klinike me një model i cili e gjejmë, kemi vizituar shumë shkolla, shumë modele, kemi involvu shumë partnerë që na ndihmojnë me ndërtu ajo që ndihmon formimin e juristëve të ardhmes. Natyrisht ata të rit tani këto 2 viteve të fundit me AI po e zotrojnë shumë mirë. Po keni problem me AI në aspektin studimor apo po ju ndihmon juve? Mund të ketë 2 perspektiva, domethënë edhe që ndihmon, sepse teknologjia nuk mund të themi sot që pengon, por sigurisht deri të adaptohen ose derisa të merren domosat që mos mbetet formimi te tjalem AI, por të formohen vetë juristët, është edhe një sfidë ajo. Është sfiduese, por në anën tjetër edhe pozitive, që ndihmon edhe student, holimtim edhe tjera, është e rëndësishme që të shfrytëzohet në mënyrë korrekte, etike. Edhe është pozitive. Profesor, faleminderit shumë. Ne do i marrim edhe disa studente që janë pjesë e garës, do thonë ne kishim vetë 3 ekipe permanente që janë pjesë e programit. Sot janë përgatitje intensive këto, që sepse në fund korrikut morin pjesë në garën finale në Nuremberg në Gjermani, që organizohet nga Akademia Nurembergut, dhe këto mbase duhet përmendur që Fakulteti Juridik është i vetmi partner strategjik i Akademisë Nurembergut në Gjermani. Pra një i ri që dëshiron me vit studio juridikun ka shumë perspektivë. Absolutisht po, është një profesion elitar. Faleminderit shumë profesor. Ndryshe prej asaj që ju e prezantuat para shumë vite, sepse sot është shumë ndryshe fakulteti juridik dhe ajo prova më e mirë janë sukseset ndërkombëtare të studentëve. Me shkasë erdhëm, sepse ka suksese. Faleminderit shumë. Do vazhdojmë edhe me kolegët të profesorit studentit juridikut, po para se na folim për garën, prezentoni, po na tregoni pse pikërisht juridik dhe jo në shkenca politike, po supozojmë. Atëherë përshëndetje, faleminderit për mundësinë e dhënë. Unë jam Betina Dashi, studente e Fakultetit Juridik, tashmë në përfundimin e studimeve. 4 vite, plot eksperiencë, plot sfida, cilat kur kthehemi kohë mbrapa, e shoh që ja ka vlerë çdo moment dhe çdo sakrificë që është bërë. Për arsye se unë për zgjedhjen për marrë në Fakultetin Juridik, e kom pa prej një perspektive më ndryshe, në çdo institucion, në çdo sferë që preket si sociale, psikologjike, shkencore, nuk është e mundur mos me qenë një jurist prezent. Dhe më thonë, e shoh profesionin e juristit si krucial edhe të rëndësishëm në aspektin e ndryshëm, si dhe atë shtetëror që është shumë e rëndësishëm e cik. Një gjë që do kisha pas nevojë dhe që mendoj që është e rëndësishme, është që të thyhen stereotipet e krijuara ndaj profesionit tonë. Si unë për shembull, po, ishëm duke diskutuar me kolegët që besoj që është shumë e rëndësishme që mos me u përmend këto tema dhe të interpretohen më ndryshe, sepse edhe puna jonë është interpretimi i legjislacionit. Unë si pjesëmarrëse e garave ndërkombëtare, ku jemi domethënë grupi pjesëmarrës në këtë pjesë,
mund të promovoj fakultetin juridik si eksperjenca më e mirë për shkak që ka ndryshime, ka programe të cilat neve na mundsojnë me u zhvillu. Për pjesën tjetër kisha lanë me fol kolegët, po në të rëndësishme është edhe për pjesën e klinikave ligjore. Unë jam pjesëmarrëse e klinikës penale, edhe mendoj që është shumë e rëndësishme lidhja e teorisë me shfrytëzimin e eksperiencave të prokurorëve, avokatëve dhe sidomos gjyqtarëve. Është një ndërlidhje që neve na bën me kuptu jo vetëm në aspektin kognitiv, po edhe atë shoqëror dhe emocional në ndërlidhjen, sepse ne nuk jemi një profesion i ftoftë, ne prekim direkt shoqërinë. Më interesant me ditë, tani me qenë se në përfundim të studimit, je përmbushur me gjithë këtë pjesën studimore, po saqërisht tani që ki pa dhe kolegë ndërkombëtar, je një sfiduar me ta, je përmbushur në aspektin profesional? Unë mendoj që asnjëherë nuk është mjaftueshëm, edhe mendoj që shoqëria duhet të evolojë dhe të kërkojë fillimisht nga vetvetja si dhe nga shoqëria në shumë aspekte të ndryshme. Unë jam e përmbushur në një aspekt të caktuar ku mendoj se kam bërë përzgjedhjen e duhur. Edhe një gjë që është shumë e rëndësishme është motivi dhe ambicia. Unë e di që në çfarë do lloj fushë që unë do të kontriboj, unë e di që do ta bëj atë deri në momentin e fundit ku nuk kam se çka jap prej vetvetes, për arsye se motivi është ajo komponenta që neve na bën të vyshëm edhe të rëndësishëm në shoqërinë tonë, e që besoj që juristi i mirë e ndryshon shoqërinë, e ndryshon shtetin edhe shumë sfera të tjera që neve na prekin në shumë aspekte. Mendoj që jam e përmbushur me gjithë këtë eksperiencë që kam arritur këtë 4 vite. Po na jep një shpresë shumë të mëdha. Faleminderit. Patjetër, gjithmonë. Pse juridikun? Ishte përzgjedhja jote e parë? Atëherë përshëndetje, unë jam Dorontina Saliu, studente e vitit 3 të Fakultetit Juridik të Universitetit Prishtinës. Besoj që drejtësia kërkon një vullnet jashtëzakonisht të madh dhe motiv jashtëzakonisht të madh, për arsye se, siç e dim vetë, impakti që kanë profesionet e judikaturës në përgjithësi është jashtëzakonisht të rëndësishëm për zhvillimin e një ndër shtyllave kryesore, siç është drejtësia në një shtet. Andaj edhe për mu ka qenë motivi jam i parë dhe qëllimi kryesor juridiko, andaj edhe nuk e kam pas dilemën për përzgjedhjen e profesioneve të ndryshme. Mendoj që Fakulteti Juridik më ka ofruar mjaftueshëm perspektive dhe mundësi që më zhvillua dhe më tej dëshirën time për të qenë pjesë e këtij profesioni. Gara, siç e përmendi edhe kolegja Betina, vetë pjesëmarrja në gara ka qenë një ndërshtys jashtëzakonisht e madhe, për arsye se kemi mundësinë edhe më ballafaqu me praktikën të drejtësisë së gjykatës ndërkombëtare penale, që neve si student normalisht që na motivon edhe më shumë. Unë mendoj personalisht që jurist cilësor nuk janë asnjëherë shumë, prandaj edhe inkurajoj studentët që kanë qëllim kryesor dhe kanë motiv juridikun, që të jenë pjesë e Fakultetit Juridik të Universitetit Prishtinës. Pasi mendoj që është burimi kryesor i nxjerrjes së gjeneratave të ndryshme që kanë nxjerrë dhe vazhdon të nxjerrë gjenerata që janë suksesshme dhe që i duan sistemit drejtësisë në përgjithësi, sidomos atij të Kosovës. Si duket në fund do të bëj një kontratë me juve që në të ardhmen me përfaqësu. Faleminderit shumë. Një i ri, i cili është në përfundim të shkollës mesme dhe ka shumë dilema se çfarë të bëj, kush ka studioj. Trega pi perspektivës tuaj. Pse duhet vi këtu? Atëherë unë jam Genta Tahiraj, studente e vitit 3 të Fakultetit Juridik. E di që pjesa e zgjedhjes së fakultetit prej anës maturantëve është pjesa më e vështirë dhe më stresuese e klasës 12, mirë po Fakulteti Juridik ofron shumë mundësi të mira për studentë që për një me e vlerësojnë edhe janë të pasionuar ndaj fushës juridike. Juristët shëdina janë ata që kontribuojnë në pjesën e themelimit edhe funksionimit të sistemit ligjor komplet, mbi të cilën rregullohet edhe mbështetet komplet shteti. Fakulteti Juridik, që cakëm edhe më herët krahas klinikave juridike që i përmeni kolegja, janë edhe garat ndërkombëtare, të cilat unë jam bëj pjesë vetë në njërën prej tyre, bëj pjesë në garën e Nurembergut. Ne veç jemi kualifiku në fazën, e kemi kalu fazën e parë, që është faza e shkrimit, edhe vlen të cekët që Universiteti i Prishtinës është universiteti i vetëm në Ballkan që është kualifiku për rundet finale që do mbahen në fund korrikut në Nuremberg. Një student i ri, i cili është i pasionum ndaj fushës juridike, do gjithçysh që me
ardhë në fakultetin juridik, pasi që kjo na ndihmon neve në rregullimin e komplet sistemit juridik edhe sistemit se çysh funksionon një shtet. Linë të cikë që e kena edhe jashtëzakonisht mbështetjen e madhe të fakultetit, edhe pse jena një shtet i vogël, kjo nuk na bën neve ma pak, ose nuk na ul neve kapacitetin që na me garu edhe me konkuru me shtetet të ndryshme të botës, që veç edhe e kena vrejt në garat në vitet paraprake. Faleminderit, kemi edhe një kolege tjetër. Nëse kishim po një krahasim ndërmjet çfarë studiohet këtu dhe çfarë lexohet këtu, në raport me kolegët të cilët ju merrni pjesë nëpër gara, veten jeni më të mirë, jeni më të quaj garus, jeni konkurrent me të tjerët? Atëherë unë jam Majuna Mirina, studente e Fakultetit Juridik në vitin e tretë, dhe besoj se marrja pjesë në këto gara tregon se Fakulteti Juridik, studentët e Fakultetit Juridik kanë aftësi konkurruese në nivel ndërkombëtar me shtete të tjera. Dhe kjo na bën që ndoshta jemi më të mirë se kemi provojë më shumë në praktikë sesa veç në teori. Më trego, sipas teje, duhet t'ja nisim i besu më shumë ligjet, i besojmë njerëzve të cilët merren me çështje juridike, me këto gjenerata të reja? Po patjetër, nëse merren me ligj, atëherë po. Më thonë, po përgatitjen e mirë, apo? Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po pra, Edi, kjo ishte e gjitha se përket kësaj lidhje, natyrisht për gjitha ata që vërtet ende kanë dilemë. E dëgjuam perspektiven edhe për profesorët, por edhe vetë nga studentët, drejt për drejt, se çfarë ofron Fakulteti Juridik, dhe në bazë asaj që pam, vërtet është transformuar, është reformuar dhe sot jep cilësi shumë të madhe, jep mundësi shumë të madhe për të qenë nesër një jurist i mirë dhe një avokat apo çfarë do qoftë në sistemin juridik. Andaj është një përzgjedhje mirë dhe mund ta konsideroni. Lidhje për ju studio. Faleminderit Enver, faleminderit edhe prej teje edhe prej mysafirëve, ne të nderuar shikues.